Që kënë ndërume, kishtë thonë që diaspora veç special fukarallak Kosovët. Hajde ta ndëgjojnë, pas ta i kam do fjallë për këtë pjesë. Mergjimtarët nuk jem këtu, se ata duhen me pa Kosovën fukarallak, që kur gjena i pejatjet me konë bas këtu. E morin rrugën e 13 e vinet frihën këtu, kur gjojnë sa ma fukarallak me konë Kosova, a i rëna ma mirë. Mergjimtari nuk është këtu me pa gjendin këtu. Sinqerisht Bebac, nuk e di familja jote që është ndijet kur del jep kësi deklaratat që i ullë, mundohesh me i ullë diasporën tonë. Unë po ta kallëzoj një fakt, si para lufte, si mas lufte, diaspora është konë ajo që i ka sjell buxhet rreth 1.3 ose 1.4 miliard euro që soj Kosovë. Nëse na nuk e kena që diasporën që më na ardhë si ndimën, si mverë, si pranverë, na jesëm zerë. Pa ta jem zerë Bebac pasha Zotin e madh. Zdi se e di këtë sen. Po pëmdo këtë të plak të rëkat që shtojnë. Është more Bebac me dalë me ullë këta njerës. Këta ishin ata që erdhen dhe ndimuan Kosovën dhe e dhan jetën që besa për me po Kosovën gjiri. Po ta marrë një shembull Agim Ramadani që ishte në Zvicër dhe erdhi e luftoi për Kosovën të ndash. Edhe pse normal që ja ka bërgja dhejët, po aje la për shembull atë pjesë e erdh edhe jetën e tina që me pasët Kosovën liri. Marrë është Bac. Pasha Zotin e madh marrë është. Unë jam i ri për me të folë për këtë pjesë, po për një me nuk po moj pa ju reague, sepse diaspora për Kosovën është tepër e shejt. Si kur qabja që është për neve muslimant e shejt, qashtu është diaspora për Kosovën.